ne kemi rinisur punën në funksion të zgjedhjeve të vitit të ardhshëm dhe siç e dini të gjithë ju, si gjithmonë ne fitoret tona i projektojmë edhe i përgatisim duke marrë kohë edhe shumë më parë se sa të gjithë tjerët. Ne kemi parë nevojën që të bëjmë një ristrukturim të punës në Bashkinë e Tiranës, po të shikojmë se si janë rritur disa qarqe. Është shumë e qartë që organizimi është aja. Ne sot jemi në një situatë që shikojmë, me thënë të drejtën me kënaqësi e shikojmë, që pagat në sektorin privat vazhdojnë rriten. Ndërkohë që ju e dini shumë mirë që pagat në sektorin publik janë rritur në mënyrë të vazhdueshme dhe përsëri kemi bërë rritje. Po jo vetëm kemi bërë rritje, po tani kemi hyrë në një fazë ku siç bëm me mjekët, për shembull, siç bëm me ushtarakët, siç bëm me mësuesit, po njohim paralelisht vjetërsinë në punë. Pra, nuk është e njëjta pagë në fund të ditës, pavarësisht se në atë regjistrin të punësuarve në spital, po themi, janë dy specialistë të njëjtit specialitet. Po njëri është i ri, njëri ka 15 vjet apo 20 vjet eksperiencë. Po jo vetëm për eksperiencën, po dhe për faktin që ka punuar më shumë dhe më gjatë, paga ka një koeficient tjetër. Këto gjëra janë gjëra normale, po ne nuk i bënim dot më përpara, se s'kishim kapacitet buxhetor. Po njëjtën gjë mund të themi për pensionet. Tani pensionet kanë hyrë në planin e rritjes, i cili është një plan 4 vjet rresht, ku çdo vit pensioni, ku çdo vit rritja do të dyfishohet. Pra nëse këtë vit pensioni në muaj është rritur X, vitin tjetër nga janari do të jetë X herë 2. Pastaj vitin tjetër do të jetë X herë 3. Sepse na janë krijuar mundësit. Dhe kjo do të thotë që funksionon ekonomia. Sigurisht që e mësuam tani, besoj të gjithë. E mësuam që ekonomia nuk është thjesht dhe vetëm e lidhur me çfarë bëjmë ne këtu, por edhe me çfarë ndodh edhe larg nesh. E mësuam këtë gjë me pandemi, që na erdhi këtu nga larg dhe pastaj u impaktuam njësoj si gjithë të tjerët. E mësuam me luftën në Ukrainë që është larg, por goditi në mënyrë të drejtë për drejtë çmimet e energjisë. Dhe po e shikojmë prap me naftën, që po ndikohet nga lufta në Iran.